Në Tiranë super mega aksion. Ças po ndodh në Tiranën tonë të bukur që pas futjes së Erion Veliajt, Lalierit, kryebashkiakut më të mirë në Europë, po ndodh ajo që s'ka ndodhur asnjëherë në kryeqytetin e botës, siç është edhe Tirana. Nxirreni Lalierin nga burgu, se kur është futur këtë vend nuk po e zë qetësia, ja. Ka qetësi për Tiranën, për kryeqytetasit dhe gjithë ata që janë bërë kryeqytetas që pas ardhjes së Erion Veliajt në Bashkinë e Tiranës. Nuk ka qetësi për këtë vend. Bëjmë thirrje e SPAK-ut, drejtuesve të SPAK-ut, prokurorëve, atyre që punojnë për të drejtën, për këtë vend kaq bukur, për të shkuar drejt përmirësimit, siç e kërkojnë dhe kanë kërkuar prej vitesh shqiptarët. Riktheheni drejtën në vend, riktheheni Erion Veliajin në Bashkinë e Tiranës, në krye të atij institucioni kaq të mrekullueshëm që mbarvajtja e kryeqytetit të jetë më e mira dhe shembull për gjithë kryeqytetet e Europës. Momentin që ka rënë shëmbëltyra e tij në burg, Tirana nuk është siç ka qenë, madje edhe Europa nuk është siç ka qenë, po ndodhin trazira nga më ndryshme, duke filluar jo vetëm në Europë, por pasuar edhe në Amerikë me protestet shumëta që janë në mbështetje të Erion Veliajt.